jam bullizu për shkak të ngjyrës. Ti si e Kosovës, ti e ti e Rome, ashkalike, me një fazë që kom najtë shumë e heshtën, shumë e mbyllë në mrana vitës, nuk kom folë me kërkan. Po që për ndryshon në shkancelario për me marrë ngjyrën që e ka Alisa? Kur nuk i kom thonë vitës dërzat, edhe pse ki të ngjyrë, ti keme arrit diçka. Më ka thonë ti është shumë e bukur, ti nuk ki nevoj me mos me ndasht vetën në shumë sene tjera, ajo është kom pas shumë komente të mira, edhe faleminderit krejtëve për këto janë. Mos harroni Alisa jo dënë. Përshëndetje me shtemi mediumi shqiptar që kretë nga Nadea. Këtu pranë vetes kam Olisën, vajzën e cila u bullizua për ngjyrën e trupit të saj. Olisa, përshëndetje. Përshëndetje. Pse mu i vajzë u bullizove ti kaq e bukur kështu? Shumë faleminderit. Jam bullizu për shkak të ngjyrës, se jam pak më e kafë se sa që do, që kom thonë shumë herë, po qa më mu? Çfarë komente shke marrë, çfarë paragjykime shke marrë? Kom marrë shumë komente, shumë paragjykime, ti si e Kosovës, ti e ti e Rome, ashkalike, të lifora. Si ju dole ballë këne paragjykime? Nuk ko mujtë edhe bashkë mirë ju dole ballë, për shkak se më kanë po me një fazë që kom najtë shumë e heshtën, shumë e mbyllë në mrana vitës, nuk kom folë me kërkan, edhe ata kanë minu që mu më kanë shkatru. Amo jo. Amo jo? Amo jo. Po prindrit e tu, familja jute si kanë reagu? Kur të kanë po aty në gjendja? Ata gjithmonë më kanë nejtë ofër, janë munu me sa ma shumë me më dhonë motiv, me më dhonë kurajo që ti e unike për që të sanë që i ki, se nuk mënet me pas gjithë kosh që po thëni edhe jo po shkojnë në kancelario. Po që për ndryshon në shkancelario për me marrë ngjyrën që e ka Alisa? Edhe njerëzit po shkojnë në kancelario me marrë ngjyrën tonë, pse ti s'dosh mu krenu me vetën që e ki që të ngjyrë, e shumë loja tjera të komenteve. Cilat janë ato fjallë që ja thëshe vetës? A e këtë thonë Olisa më së dërzë, Olisa ka lënë, apo Olisa dërzëhë? Kur nuk i kom thonë vetës dërzë. Kur nuk i kom thonë vetës dërzë, për shkak se kom thonë që herë do kur do t'i keme arrit diçka. Edhe pse ki të ngjyrë, t'i keme arrit diçka. Po shumë herë kom thonë mos u dërzë, se ka njerëz edhe që dojnë. Nëse familja jote po dënë, atëherë çka po lypti për i tjerëve. Kur familja jote dënë, atëherë mos lyp sa në tjetër. E ki dashni më të madhe që më nësh me pas me janë. Po për krajen e shoqet ngushta, shoqnisë, a e ki pas? Për krajen e kom pas veç për një shoqes, e cilën e përshëndes shumë, Laudinën, e cila e kisha po u konë e vetë një shoqe që më ka për krah, për gjithë shka, gjithmonë më ka thonë ti është shumë e bukur, ti nuk ki nevoj me mos me ndasht vetën në shumë sene tjera, ajo është këshilluesja ime por mas familjes. Tash që e bu virale, tash që po të njohen, ka komentu dhe Dafina Zeqire, që është boni me uniti, kur e pe komentin e Dafinës? Nuk e kom prit heq nuk e kom prit, sa në një intervistim dalve që hajtë s'ka lidhja, dalëm, edhe momentin që mrena 24 orëve ka marrë shumë viralitet, gati 1.5 milion, mos gaboj fsha i ka marrë mrena 24 orëve i ka marrë ajo video. Edhe më kanë shkru shumë, edhe kur e kom pa dhe komentin e Dafinës, kom thonë që tash për një me më puna e famshme. Tash për një me mos pëmanin heq. Mos pëmanin, e po, si reagun në këta që të kam paragjyku kur e panë që Olisa është një modele e bukur? Nuk e kam prit mirë, kanë menu që për një me këta më kanë shkatru. Nuk e kam prit kur qysh heq. Momentin si më shkujen më nuk keshë me më najtë ofër. Tani mu afrua, po. Mu afru, edhe tonë kuon ma përshim për men në intervista që atë kena bullizu për men. Tash... Qka jo dhe? As më se pret një atësan, tash se nuk që asambla, kështu që... Tash si ndihesh kur e shet që nuk është kjo kur gjo? Kjo është, që ka thonë prindi, diçka me veçan, me unike? Po, tash nina komplet ndryshe, pra asoj që jem një maherët. Do me thonë, jam 100 herë ma e lumëtër, për shkak se kom menu që ka shumë njerëz negativa, sidomos në rrethin të më shoqënisë. Po kesh edhe njerëz pozitiva që ka edhe si një heq. Do me thonë, kom pas shumë komente të mira, edhe faleminderit krejtëve për këto janë. Mos harroni Olisa jo dënë, sidomos atynev që kanë qeli edhe fanpage në TikTok, si në Instagram, kështu që i përshëndes shumë, jo dënë Olisa shumë.
Nuk u jekon ma herët me te, me ka zubit bukuri. Na tregoj Na tregoj Lisa si është si person. Lisa si person është shumë i thjesht, shumë për tokë me thonë, që s'po di qa me thonë, është shumë e mbyllë në mrena vitës, nuk qiljet me gjithka, nuk i tregojnë senet e soja me gjithkan. A mundu shumë me qenë sa ma natyrale? Po, zakonisht rima shumë natyrale, për shkak se edhe kam qef, nuk e di pse, po më pëlqen ftyra jam, kur jem ma shumë natyrale. E kam shumë të poshtë ftyrën, as nuk kam puqra sa, kështu që ma shumë kam qef natyrale, po në shkollë, në shpe, në rrugë kur dal, jam pa make-up do me thonë, po kur të kam në ajsa në të rëndësishme, normal që... Se sot intervjist, normal që pak lish. Do të mu li pa. A po të ngacmojnë djemë të me jo Lisa, a jenë halë për ty në tash? Nuk është që së më kanë ngacmu edhe ma herët, kanë ngacmu, po tash edhe pri që u bona pak ma virale, tash edhe ma shumë, do me thonë, sidomos në TikTok, po edhe në rrugë kur po dalë, s'po kanë të nalë. Nuk po kanë nalë. Cili është ai komenti ma interesant që ta ka jep, ma i çuditshme? A e mbanë mend? Që ta kanë dhonë? Që tu ka dogë pak, kështu? është një djallë një ditë pa prit mas të ecë rrugës, as nuk e mojnë mend si figur me të tonë. Edhe vish mu ka këthy ma ka bo oj Tajla e Kosovës. Ti përngjon pak edhe me Tajla, qëta është mu këtu? Oj Tajla e Kosovës edhe thash, nuk e di ku pi merë një të krahasime, ku po përngjoj ka shumë i gjitha njerëz. Tajla është e bukur. Shumë është e bukur, unë ja kam i dallë Tajlën. Në Havacaj. A kështë dish me shku në Havacaj? Normal. I përngjon pak si figuri e bukur. Nashta edhe për ngjyrës i përngjoj pak, se për ka ftyra as besoj. Në fakt e kam ftyrën pak si ajo duqa mu. E bukur edhe ajo dhe te. Shumë faleminderit. Një mesazh që dënë edhe për fund. Për vajzat që bullizohen, është ajo për ngjyrë, po për diçka tjetër në mënyrë si te? Për krejt ata fëmijë, si në vajza, si djemë, që bullizohen, nuk kisha dosht që jo mingu ata njerë, se s'po ja vlike. Mos të shkatrani vetën, mos bëni depresion, mos qani, po tregonë që jeni halo ma të fortë se ata, se ato fjallë herë do kur do që thojnë ata vjetrit me një vesh hen, me një vesh tjetër del. Kështu që marrë nësa me sportivitet edhe kur gjë ma shumë. Sa bukur e theme, Lisa. Falenderoj shumë që ndove këtë pjesën tonë me neve, që